Për shkak të luftës në lindjen e mesme, shumë turistë që do të vizitonin destinacionet më të njohura botërore turistike si Dubai dhe Emiratet e Bashkuara Arabe kanë anulluar prenotimet. Anisa Cerno, tur operatore në Vlorë, shprehet besim plot se numri turistëve që do të vizitojnë qytetin do të jetë më i lartë këtë vit për shkak të këtyre zhvillimeve në lindjen e mesme. Kemi pasur dhe disa kërkesa që kanë ardhur, të themi, në 2 javët e fundit, të grupeve që kanë qenë të destinuar për të vizituar lindjen e mesme dhe janë rialokuar në Shqipëri dhe kanë zgjedhur që të qëndrojnë në Vlorë dhe të kalojnë pushimet e tyre. Për sa i përket rezervimeve të ardhshme, pretendojmë që ky numër të rritet akoma më shumë për shkak të mbylljes së destinacioneve në lindjen e mesme. Sipas Cenos, rritja e çmimit të naftës ka bërë që të shtrenjtohen edhe çmimet e biletave të avionëve e përpasoj shumë turistë të huaj nga vendet europiane do të zgjedhin vendin tonë për pushime, duke kërkuar një mundësi pushimi me kosto të ulët dhe mbi të gjitha të sigurt. Rritja e çmimit të naftës ndikon që popullsia europiane kryesisht të zgjedhë fluturimet që janë më afër destinacionit, më afër vendlindjeve të tyre, në mënyrë të tillë që të paguajnë dhe biletat e avionit pak më të ulët në çmim se sa do t'i paguanin për fluturimet të largëta. Operatorët theksojnë se parashikohet të ketë edhe një kohë zgjatje të sezonit turistik në Vlorë, pasi turistët nga lindja mesme sipas tyre vizitojnë Shqipërinë dhe kryejnë pushime për gjatë gjithë vitit. Parashikojmë gjithashtu dhe një zgjatje të sezonit turistik. Duhet të konsiderojmë faktin që popullsia e lindjes së mesme është një popullsi që nuk viziton vetëm në pikun e sezonit turistik, pra nuk bën vetëm destinacion det, por dhe pranverë dhe vjesht. Kështu, pas zhvillimeve të fundit në lindjen e mesme, numri prenotimeve për sezonin veron në Vlorë është rritur ndjeshëm krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.